Ndërtimi i parkut retro në Bulqiz është një investim që sipas planifikimit do të japë frymë tjetër qytetit të minatorëve, por për specialistët e gjeologjisë duhet një studim i mirëfillt pasi ky park është i vendosur në një zonë jo të qëndrueshme. Ish gjeologu Jonus Ceku thotë se gjithë zona që po ndërtohet parku retro ka një strukturë toke të paqëndrueshme dhe për të ndërtuar në të duhet që patjetër të vendosen kolona që shkojnë deri në 80 metra thellësi. Ceku shton se kjo është vërtetuar nga studimet gjeologjike që janë bërë gjithë zonës së Bulqizës para viteve 90. Zona është e rrëshqishme për shkak të strukturës së dobët të tokës. Këtu ka nga gjuhën gjeologjike diluvione, sidomos poshtë, po edhe këtu, sa veni shemun. Tani unë e ke di, a kanë bë shpime këtu, për vazamenta se kanë bë unë e ke di. Po, diluvione ka edhe atje. Rreziko shemja, duhet bazohesh mirë, se këtu ke imi në, këtu me bërë një shpim, mund të bish në 80 metrë, 90 mund të bish ngurtë fort. Sa i shemun, veni, ka ardi shemun 2 kratë. Edhe ujtë që janë mbledh, atje ujtë, që janë grëmëllu, që shtoshin gjeologët e vjetër, kur bëshin punimet, ujtë ka shku poshtë, ka klosi, jo këte. Ka pas shku, ka klosi poshtë. Si mas punime që këmi bë neve. Tani këto unë nuk e di si fotën pa bë shpime gjeologjike nuk du të hinë bësh punë. Du të kishin hinë mund sandat, ka sandat sa të dush, bë shpimet. Ku e ke bazamentin në sa metrë bi. Ato lëvritje nuk e di, unë e di vetë ato. Ato e kanë quj sa rreth mali. Po a i shemun e manda, a i shemun poshtë. Se atë du 7-8 metrë du të bish në ngurtë fort. Në 7-8 metrë në 8 metrë këmë bë shpime në gje. Ma sipër, në bjeta. Këmë bë shpime gjeologjike në gje sipër. Jo, a diluvione. Ja, si e shikoni. Diluvione janë gjuhën këto. Diluvione në gjuhën gjeologjike. Diluvione, mbi fjalë gur dhe. Ndryshime strukturore ndër vite në zonën e Bulqizës kanë ndikuar edhe në përmbytjen e vazhdueshme mes dy lagjeve të qytetit. Për këto ish gjeologu Ceku thotë se zgjidhja e vetme mbet ndërtimi një tuneli për kalimin e ujrave të shiut në anën e fshatit Plani Bardh. Rezervuari si atje. Ai duhet ikte poshtë, jo këte. Gjatë shembeve që kanë folin për heret shumë kur janë për shembet, e ka zonat atë qafë në bullit atje, edhe e ka detyru ujtë kthehet poshtë. Kurse që shton, e si mas punimeve gjeologjike si mi bët, ta është e parës, ujtë ka pasku për plus. Poshtë, një këte. Edhe po ta shikësh, këte i vje për nëtë kështu, në gibi poshtë. Poshtë ade. Edhe duhet që ta pështenë Bulqizën një herë për gjithmonë, ato du të bëjnë tunel në poshtë, e ta shenë ujtë poshtë. Parku retro në Bulqiz përfshin disa hapësira jo vetëm argëtuese, por edhe pushuese. Investimi pritet të përfundojë në muajt në vijim.